e seancës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet. Deri sot, të nderuara deputete, të nderuar deputet. Deri sot kemi pasur disa tentime, por pa prodhuar rezultate në zgjedhjen e kryesisë dhe konstituimit të kuvendit. Marrë parasysh aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 për çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, konkretisht paragrafin 124, ku thuhet se votimi mund të jetë i formës së hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, dhe bazuar edhe në rregulloren e punës së kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë, me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. E ftoj administratën që ta bëjnë përgatitjen e nevojshme për realizimin e këtij procesit votimit. Ndërkohë, ftoj përfaqësuesit e partive politike që të propozojnë nga një antar për komisionin përkatës të këtij procesi për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Nuk e di nëse është në kompetencën e kryesuesit, ka vendosur që të votohet në mënyrë të fshehtë, pra me flet votim, pa ngritje dore dhe pa votim publik të deputetëve. Kam përshtypjen të merrte miratimin e shumicës edhe për procedurën e votimit. Do të shohim nëse partitë do të Ti paraqitni emrat e antarëve të komisionit